Për një situatë e pakëndshme në Shqipëri, 5 persona janë plagosur nga një zjarr që ka shpërthyer në një hotel në lungomare të Vlorës. Shkuan për të pushuar, por pushim nuk bën dot. Hoteli në të cilin po qëndronin në zonën e Lungomarës në Vlorë, në orët e para të mëngjesit të së dielës u përfshi nga zjarri, ku përpasoi pati edhe persona të lënduar. 3 pacientë ishin të djegur rënd dhe 2 pacientë ishin hedhur nga kati 2 dhe kishin mësuar dëmtime të frakturat bashkimit, frakturat kolonës. 2 prej këtyre ne nisëm në qendrën e traumës, sepse s'kishin ndjekje vetëm, kishin elementet të traumës. Dikush lëndime smori nga flakët, por duke ikur nga to, u bë për mjek. FI-ura u qu e pora, më tha qu për gjumit se zdi që ka ndodh, u qu me dol ka dera, normal, ishte tym, shumë tym, ishte një tymi mrena, dhe dolëm na nga balkoni ishte flak, tym, edhe nga balkoni e pom aty që kishte një mburoj, edhe hypëm si prasoj mburoje, vazhdojmë edhe kërcym poshtë. U hadhëm, nuk u lëndum nga djegja, për tani ato kur jam hodh, ka bërë një cep të një hekri. Edhe shorja e zjarrit nuk që e lehtë, por nga zjarrfekësit thonë që situatën e menaxhuan mirë. Ka qenë një zjarr në përmasa të mëdha në katin e parë të barës Rand dhe pastaj zjarri desh u përhap dhe në pjesë në katin e dytë ku ishte edhe hotel. Fillimisht u desh që të bëhesh ndërhyja në 2 drejtime, të izoloheshin flakët e zjarrit që mos kalonin katin e dytë të hotelit dhe të bëheshim me mundur dhe evakuimi të gjithë këtyre banorëve që ishin rezidentë në hotel. Për këtë incident u deklaruan edhe nga policia, ku thanë se nga hetimet paraplake ka rezultuar se zjarri ka qenë aksidental. Sipas tyre, flakët dyshohet se janë shkaktuar nga djegja e prizës elektrike të një frigoriferi, i cili ndodhej në ambientet e restaurantit.